kam i lajm të mirë. Sa do shkojnë për muslimanëve dhe muslimaneve në xhenet? Plot. Pejgamberi Muhammed a.s. i ka thonë shokëve të tij, gëzoni se ju do të jeni 2/3 e banorëve të xhenetit. Pa ka mundësi kjo? Me një rast tjetër, unë do ta shpjegoj me shifra, sepse Islami ka një karakteristikë. Sa kalojnë kohët rinohet, çdo gjë tjetër plaket. Do ta jap argumentin me sekonda. I herë tjetër ishte pejgamberi Muhammed a.s. dhe Xhebrail Emini. Dhe thotë pash një pejgamber e kishin ndjek vetëm 2 vet nga populli vet. Tjerët nuk e kishin besu. Pash një tjetër tha me 1 person. Pastaj thotë mu shfaq një popull tjetër, njerëz në qiell me shumicë. Dhe i thash, o Xhebrail, a janë këto imeti im? Pra janë këto muslimanë dhe muslimane deri në kiamet? Tha jo, këto janë beni Israilet e Musas. Këto janë beni Israilet e Musas. Sa ishin këto? Këto në qiell ishin me miliona. Para 5.000 vjetësh, të futemi në argumente konkrete, para 5.000 vjetësh, kur mendohet që ka qenë Ibrahimi a.s., bota ka pas vetëm 5 milion njerëz që jetojshin sipërfaqen e saj. Në kohën që ka ardhur Musa a.s., afërsisht 3.000 ca vjet përpara, ka pas bota 20 deri në 30 milion njerëz që jetojshin sipërfaqen e saj. Pra me miliona e kanë besu Musa, këto që ka pa pejgamberi kur ja ka treguar Xhebraili. Po mirë, sa njerëz ka pas kur ka ardhur Muhammed Mustafa në tokë? Ka pas vetëm 200 milion. Para 1450 vjetësh ka pas vetëm 200 milion njerëz në sipërfaqen e tokës. Po pejgamberi a.s. thotë mbasi pash beni Israilët, pastaj u bllokun skajet e qejve. Një mori e madhe pafund me njerëzish. I kam thënë, o Xhebrail, këto kush janë? Këto tha janë imeti jot. Këto janë xhenetit. Në fakt, vetëm në vitin 1810 u pa për herë të parë sipërfaqen e tokës të jetojnë 1 miliard vetë. Sot që unë po vlasim të gjumat begat, janë 8 miliard vetë sipërfaqen e tokës, miliarde për tyre musliman, ju jeni 2/3 e xhenetit në botën tjetër. Pra ka i gëzim të madh dhe Islami është real. Ku e dinte pejgamberi a.s. kur në atë kohë ishin 200 milion vetë që jetojnë që zëndoshin luftra, smundje, do u paksote ndoshta bota, po tha do shumohet dhe ju do jeni shumë në xhenet. Pra ky pejgamber, a plaket apo rinohet në argumente? Ky Islam rinohet apo plaket? Sa më shumë kalojnë kohët, kjo fe madhështore mbushet me argumente. E ne nuk po flasim këtu gjëra koti se s'kemi çfarë të flasim, po flasim argumente të shëndosha dhe thella që na mësojnë neve i madhi Zoti qofshim atij fal. Ai Zot që krijoi madhërisht, bukurisht, përsosmërisht këtë univers.